kisha pas dëshirë një duartëkitje të madhe për Qeverinë e Republikës Kosovës, për organet e rendit të sigurisë për arrestimet e sotshme. Duartëkitje se po mendoj që unë edhe për gjithë juve që më akuzoni edhe më thoni se Kojshia Show, emisioni Kojshia Show i ka dhënë hapësirë mediatike Fatmir Shehullit. Unë i bëj me dije gjithë juve që Fatmir Shehullit së pari e kam pa në debat plus në Klan Kosova, mandej kemi ftuar na. Dhe gjithë ju që neve na akuzoni në fakt, nuk jemi ne të parët apo të vetmi që i kemi dhënë hapësirë, po besojve që regjia tashmë po i publikon edhe fotot që Fatmir Shehulli ka qenë në vitin 2020, nëse s'gaboj në debat plus të Ermal Panduri, i cili her pas here akuzon tash Fatmir Shehullin, dhe ka qenë në Klan Kosova tek Adriatik Elmendit, të cilët pothuajse çdo javë dhe çdo ditë e akuzojnë emisionin Kojshia Show. I bëj thirrje gjithë atyre që i shohin këto emisione së pari të merren me veten, pastaj me neve. Dhe emisioni Kojshia Show, edhe nëse e kanë nxjerr një figurë të tillë, domthonë nuk e kanë nxjerr për herë të parë, e para dhe e dyta edhe aq më tepër e kanë ndihmuar Qeverisë e Republikës Kosovës edhe organeve të sigurisë dhe rendit në Kosovë, të cilët e kryjnë punën e vet, edhe kisha pas dëshirë edhe një duartëkitje për policinë dhe AKI-n e vendit. Çdo milion shikues më shumë, shkojmë një herë me musafirët për sonte do të flasim normalisht për moderimin, se nuk do të flasim shumë për zgjedhjet, sepse